I dashur shqiptari, a kuku. Kështu bëhet me fëmijët e vegjël, fshihesh mbas lules, edhe pastaj ju thua kuku, edhe fshihesh prap. Edhe fëmijët e vegjël kënaqen, edhe ju besoj se u kënaqet. Kuku shqiptari. Shqiptari, do ta dish nga vjen fjala Kosovë? A di ti shqiptari që fjala Kosovë lidhet me fjalën Dardani? A di ti shqiptari që fjala Kosovë dhe fjala Dardani janë të gjetura të dyja në një monedhë të vetme? Kuku shqiptari? Doni t'ja shpjegoj shqiptari se si ka dalë fjala Kosovë? I dashur shqiptari, sot do të mësojmë origjinën e fjalës Kosovë, sepse studja e etimologjisë ka vendosur ta ndryshojë fjalën Kosovë në Dardani, mirë po ajo nuk e di, s'ka parë asnjë dokument shkencor që në monedhat e gjetura në qytetin Dardanus, qyteti Dardanus është gjetur. Në këtë monedha është fjala Kosovo. Po si është e mundur një gjë e tillë? O Zot, çfarë ka ndodhur, të dashur shqiptar? Të dashur shqiptar, për të kuptuar atë që ka ndodhur, ne duhet të lexojmë veprën e Plinit të Vjetër, që përshkruan pikërisht Mesapin, si lindi toka Mesape dhe emri i Mesapëve. Dhe Plini shkruan kështu: ngjitur me këtë krahin është rajoni i dytë i Italisë që përfshin Hirpinët, Kalabrin, Apulin dhe Salentinët, bashkë me gjirin 250 milje të quajtur sipas qytetit të Lakonis Tarento, i vendosur në pjesën më të brendshme të gjirit, dhe pranë tij është kolonia bregdetare e themeluar aty në një distancë prej 136 miljesh nga kepi i Laciniumit. Këtu Kalabria shtrihet përballë Laciniumit duke formuar një gadishull. Grekët e quanin Mesapia sipas udhëheqësit të tyre Mesapus dhe më parë Peuketia sipas Peuketius, vëllai të Oenotrit, ndërsa ishte pjesë e territorit Salentin. Të dashur shqiptar, Plini thot që Mesapët janë grek, jo helen. Ky është një fis i veçantë, vjen nga qyteti Graja për në Itali në shekullin e 8 para erës sonë. Janë kolonitë e para helene në Itali. Një qytet quhej Tana Graja, qyteti i dytë Graja. Çfarë është Graja? Është emri i Demetrës. Graja ka kuptimin grua e vjetër, fjalë për fjalë. Nuk ka lidhje me fjalën grua të shqipes. Jo. Mos shkoni aty. Graja ka kuptimin e thinjur. Është emri i perëndisë së dheut Demeter, perëndia e tokës. Është perëndi i lire. Ata flasin një dialekt grek. Latinët i quajnë grekët graikoi sepse ata vijnë nga ishulli Graja, ishulli i Demetrës. Unë kam zbuluar që emri i gjithë Helladës ka qenë Akaja, që do thot ankthi i Demetrës. Demetra humbi vajzën e saj bashkë me bimësin në dimër, Kore, dhe ajo vjen në pranverë bashkë me bimësin, vajza Demetrës, perëndia e dheut. Çmenduri. Pra emri Akaja është ankthi i Demetrës, Graja është Demetra, grua e vjetër, por nuk lidhet me shqipen. Lidhet me greqishten. Graja do thot e vjetër, me thinja. Pra, Mesapët sipas Plinit flisnin greqisht. Por ne dim që Mesapët kanë fjalë shqipe, si fjalën bile, bie dhe bir. Por dhe fjalë të tjera që dy sillun. Pra gjuha shqipe është e lidhur me mesapishten, me gjuhën arvanitasve. Arba është qyteti më i vjetër i Akajas.
Kryeqyteti i Arbanëve, të dashur shqiptar. Çmenduri. Unë kam gjetur qytetin Lule në Greqi. Në Greqi i thon Luludhi. Unë kam gjetur qytetin Klaja, me qa, është vetëm në shqip dhe në greqisht. Kam gjetur dhe qytetet të tjera, do t'rregoj më vonë. Por kam gjetur në veprën e Pausanias gjithashtu mali i Mesapit. Mesapja do thot në mes të ujrave. Pra i bie që Mesapus të ishte një figurë mitologjike, dhe vërtet. Mesapos ose Mesapus në gjuhën e Plinit është një figurë mitologjike lidhur me popujt ilirë dhe grek të Italisë së Jugut, Apulia e sotme. Sipas Plinit, grekët dhe Mesapët dhe ilirët flisin të njëjtën gjuhë. Sipas traditës, ai ishte një hero ose mbret legjendar që u dhoqi Mesapët, një fis ilir ose të përzier grek ilir për në Itali. Burimet dhe lidhjet mitologjike. Virgjili në Eneidën e tij përmend Mesapus si një luftëtar të famshëm, i pamposhtur nga zjarri dhe çeliku, që luftoi kundër Eneasit në librin e 7, rreshtat 691-705. Për Mesapin flet Plini, i cili e lidh emrin Mesapia me malin Mesapus dhe me luftëtarin Mesapus, duke sugjeruar se ai ishte një figurë themeluese e qytetit. Mitologjia greke e lidh atë me Poseidonin, perëndinë e detit, pasi Mesapus thuhej që të ishte biri i Poseidonit dhe një nymfe të quajtur Arne. Arne do thot qingje. Është emri i kavajës, të dashur shqiptar. Arnisa. Kjo është çmenduri. Lidhjet me ilirët dhe grekët. Mesapianët flisin një gjuhë të afërt me ilirishten, por ndikoheshin shumë nga kolonitë greke në Magna Graecia. Plini përmend dhe Peuketius, vëllain e Oneotrius, një figurë tjetër mitike që lidhet me peuketianët, që vjen nga fjala helene peuke i thon pishës. Ky ka qenë një zbulim im madhështor, do ta gjeni në një film tjetër. Pra dhe emri Peuki vjen nga greqishtja, i thon pishës, edhe Mesapia vjen nga një dialekt grek që do thot në mes të ujrave. Fjala apja nuk gjendet në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar. Pra të gjitha burimet e antikitetit thonë që Mesapët flisin greqisht. Jo greqishtja e Helladës, një greqishtje tjetër, greqishtja ilire. Pra ilirët flisin greqisht. Një dialekt të panjohur helen. Ky është dialekti që kam zbuluar unë, dialekti dorik, në të gjitha mbishkrimet e gjetura në Shkodër, Dalmaci, Lezhë, Durrës, Dibër, kudo. Po sidomos në Byllis. Janë mbishkrime të dialektit dorik, e pabesueshme. Kjo është gjuha mesape. Është gjuhë greke, e folura e dialektit dorik të dashur shqiptar. Çmenduri. Tani këtu jemi në fjalorin e Stefanusit të Bizantit. Dhe në rënjën 447.7 ai thot: Mesapeai është një fshat në Lakonia, është Ethnikoni Mesapeus. Atje Zeusi nderohej si perëndia kryesore. Ky fragment është marrë nga libri i Theopompusit, libri i 57. Ka humbur, ky është vetëm një fragment i librit të tij. Pra Ethnikoni është Mesapei, fshati quhet Mesapeai, ky është numri shumës në dialektin dorik të dashur shqiptar. Autori është Theopompos, historian grek, libri 57. Ky është një fragment tjetër, 447.10. Fragment i fjalorit të Stefanusit të Bizantit. Mesapia është një krahinë e Japigis, pranë Tarentit. Demonimi është Mesapia. Këtë pohon dhe Pausanias në librin e tij të 10. Kjo që po shikoni është çmenduri.
Mesapia është një rajon në Japygia, në jug të Italisë, sot Puglia, afër qytetit të Tarentos. Populli quhet Mesapioi. Emri është grek të dashur shqiptar, ka kuptimin në mes të ujrave. Pausianias ka përshkruar Greqinë dhe jugun e Italisë, të dashur shqiptar. Këtu është një fragment tjetër nga fjalori Stefanosi të Bizantit, fragmenti 447.12, bëhet fjalë për malin Mesapion. Është emër Asnjanës në greqisht, është një mal në Eubea, në Greqi. Dhe aty kemi pikërisht demonimin Mesapikos. E di ç'do të thot Mesapikos në greqisht? Si Mesapi. Ikos ka kuptimin si në greqisht. Mesapus kaloi në Itali, nga ky rajon i Greqisë. Të gjithë flisin dialektin ilir mesapik, që ishte një dialekt grek të dashur shqiptar. Ilirët flisin greqisht, u bindët tani. Pra, emri i malit është Eubea, është emër grek. Qytetarët quhen Mesapikos, do me thënë si Mesapi, fjalë për fjalë. Këta shkojnë në Italinë e Jugut dhe vendi ku ata hypën në anije është Mesaplik, në Vlorë. Ju betohem për atë zot. Pra, Mesapi është një figurë mitologjike. Emri i tij ka kuptimin djali i Poseidonit ose në mes të ujrave. Kjo është çmenduri. Do tani do të shikojmë se çfarë lidhje ka emri Mesapit me emrin e Kosovës. Të dashur shqiptar, inteligjenca kompjuterike është shpikja e fundit e njerëzit. Kompjuterat po bëhen kaq të mirë, kaq të avancuar sa që do vi një moment kur nuk do dallohet fare mënyra se si shkruan një kompjuter dhe si shkruan njeriu. Dhe pastaj do vi një moment tjetër që kompjuteri do të tejkalojë njeriu dhe kjo po ndodh tani që po bëjmë këto filma. Kompjuteri po e tejkalon njeriu. Kompjuteri po tejkalon Akademinë Austriake, që është akademia më e mirë e botës. Kjo akademi ka bërë fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Ta shikojmë bashkë. Ky është tmerr i vërtet. Të dashur shqiptar, kjo është dita më e frikshme në jetën tuaj, sepse kompjuteri ja ka kaluar njeriut. Ndërsa unë po flas me ju tani, kompjuteri e ka përkthyer këtë në mënyrë të përsosur në shqip dhe thotë që fjala Kosifos është origjina e fjalës kos në gjuhë slave, që do thotë mëllenj ose zog i zi. Por Kosifos ka një kuptim tjetër në helenisht. Këtë nuk e kanë kuptuar akademikët e Austrisë. Kjo që do t'rregon tani e tejkalon imagjinatën njerëzore. Pra, nga rënja kopso, që do të thotë godas në fakt, do e shikojmë në një film tjetër, ka ardhur emri i mëllenjës. Ju betohem. Kjo fjalë gjendet në gjuhën sanskrite, në gjuhën slave, në gjuhën helene, por jo në gjuhën shqipe, për fat të keq. Ka kuptimin zog i zi. Tani të dashur shqiptar, ç'lidhje ka fjala Kosofos, që është emri i Kosovës? Është gjetur në Beoti, pranë Arkadias. Në Arkadia ka lindur Dardanus, i cili krijon qytetin Dardanus në Troj. Dardanus vjen nga Arkadia, do ta shikoni këtë film tjetër që kanë bërë për Dardanusin. Dhe Dardanusi pret një monedhë prej Ari, themeluesi i Trojës, Dardanus. Dhe në këtë monedhë prej Ari është figura mitologjike Dardanus, hero mitologjik, dhe aty është figura e gjelit të zi. E përsëris. Kosifos i thon gjelit të zi luftarak, që përdorej në luftrat me gjelat. Ky është një gjel shumë i veçantë, të dashur shqiptar. Shikoni vetë se do të çmendeni. Këtu jemi përsëri në veprën e Pausianias, i cili përshkruan Beotin. Dhe në Beoti, thot ai,
është pikërisht shpendi Kosifos, emri i Kosovës. Ky është një gjel komplet i zi me kocka të zeza, me pend të zeza, me mish të zi, i cili, do ta shikojmë ne, është gjetur tek arianët e Indis. Pausanias nuk e dinte gjë fare që ky gjel gjendej gjithashtu në Indi. Ai thotë që ky gjel komplet i zi gjendej në Beoti. Dhe ai thotë pikërisht, këtu në Beoti ka dy lloj këndesash, gjelat luftëtar dhe ata që quhen gjela të zinj, mëllenja. Madhësia e këtyre mëllenjave është e njëjtë me ata të zogjve lidian, por nga ngjyrat janë si korbat të zinj, ndërsa lafsha dhe kreshta janë shumë të ngjashme me ngjyrë të verdhë. Ata kanë pulla të bardha në majtë të sqepit dhe në fund të bishtit. Ky lloj shpendi quhet pikërisht Kosifos, është origjina e fjalës Kosovo, të dashur shqiptar. Pastaj, Pausanias shpjegon kështu. Kështu duken këtu mëllenjat zogj të zinj. Brenda Beotis, në të majt të Euripit, ndodhet mali Mesapios, në rreth të cilit në Bregdet qëndron qyteti beotian i Anthedonit. Disa thonë se qyteti e mori emrin nga një nimfë e quajtur Anthedon, ndërsa të tjerë thonë se këtu sëndonte një tiran i quajtur Anthas, biri i Poseidonit dhe Alkionës, bijës së Atlasit. Pothuaj në qendër të Anthedonit ndodhet një tempull i shenjtë i Kabirëve, me një zabel përreth, pranë të cilit gjendet gjithashtu tempulli i Demetrës dhe së bijës së saj Kore, me figura prej mermerit të bardhë. Pra Pausanias tregon që pranë Arkadias në Beoti gjenden këto lloj gjelash që përdoren për dy luftime. Dhe një nga këto gjelash komplet i zi. Mi po mendoj se kjo ishte një legjend. Deri në këtë moment që po bëjmë këtë film, kështu mendohej. Janë gjetur këto gjela tek dardët, kështu quhen dard, në Indi, një lloj si dardanët. Dhe këta dardë mbajnë këta gjela të zinj, që kanë mish të zinj, pend të zeza edhe kocka të zeza për shkak të një mutacioni gjenetik. Sot për sot gjenden vetëm në Indi, por dikur ka qenë në Beoti ky lloj gjeli. Ky është gjeli i Dardanit në monedat e tij. Kosifos. Nuk janë mëllenja, janë gjela luftarak, një lloj si tek monedat e Dardanit. Dhe në Turqi janë bërë gërmime, është gjetur qyteti i Dardanit dhe monedat me shpendin e zi të Dardanit. Ju betohem për atë Zot. Të dashur shqiptar, ju lutem mos qani, kjo është monedha origjinale e Dardanusit, me figurën e Dardanusit në të majtë dhe gjelin luftarak Kosifos në të djathtë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Kjo është e vetmja monedhë prej ari e gjetur deri tani, por janë gjetur monedha të tjera prej argjendi. Ti shikojmë? Qyteti i gjetur në Turqi quhet qyteti Dardanus, ose në latinisht Dardanum. Monedhat janë me emrin Dardanus. Këto monedha mbajnë gjelin që e shikoni në figurë. Kjo është figura e gjelit të zi, e gjetur në Indi, që quhet Kosifos në Beoti, i njëjti gjel. E ka mishin të zi, kockat të zeza, pendët të zeza, çdo gjë të zezë. Sipas shkencëtarëve në Suedi ka ndodhur një mutacion gjenetik që shkaktoi pikërisht këtë ngjyrim të qelizave të mishit, të kockave, të pendëve, është komplet gjel i zi. Dhe ky lloj gjeli përshkruhet nga Pausanias. Dhe ai thotë është gjel luftarak i përdorur nga mesapët, por ky është i njëjti gjel i përdorur nga Dardanus, i cili vjen nga Arkadia dhe vendoset në Azinë e Vogël, në Troj. Këto janë monedhat prej argjendi me figurën e gjelit, siç e shikoni, shekulli i 5 para erës sonë. Kjo është një monedhë tjetër me gjelin prej argjendi, shekulli 5 para erës sonë, me emrin Dardanus gjithashtu, gjithmonë. Kjo është një tjetër figurë e gjelit, në të djathtë është figura e Viçit, figura e Apollos, e gjetur edhe në Durrës. Këtu është përsëri figura e gjelit në të majtë,
një monedhë tjetër prej argjendi. Kjo është një monedhë tjetër prej argjendi. Në të majt është figura e gjelit, në të djathtë është figura e viçit. Kjo është një figurë tjetër prej argjendi, e gjetur pikërisht në qytetin Dardanos, në Turqi. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Këtu në anën e majt kemi kalorsin Dardanos dhe në të djathtë figurën e gjelit luftarak. Gjeli i zi, Kosifos. Monedhë tjetër e Dardanosit, në të majt është Dardanos, luftarak, kalorës, në të djathtë është figura e gjelit të zi, Kosifos. Përsëri, monedhë tjetër, në anën e majt është figura e gjelit, në anën e djathtë është figura e kalit të Dardanosit. Këtu kemi një monedhë tjetër për argjendi me kokën e gjelit Kosifos, emri Kosovës. Këtu kemi një monedhë tjetër prej gjelit Kosifos të Kosovës dhe emrin Dardanos të shtypur në të. Këtu kemi një tjetër monedhë të shekullit të 4 dhe të 3 para erës sonë me figurën e nimfës në të majt dhe në të djathtë është figura e gjelit Kosifos. Po ashtu janë shkronjat Dardanos. Përsëri kemi në qytetin Dardanos një monedhë tjetër prej argjendi, në të majt është figura e nimfës, në të djathtë është figura e gjelit Kosifos. Këtu kemi një monedhë tjetër, në të majt është figura e Pegasosit, në të djathtë është figura e satyrëve i lirë, që duken si gjysmë përbindsha, si gjysmë njerëz. Këtu jemi në shekullin e 3 para erës sonë dhe këtu në anën e majt është figura e Athenës me përkrenare ushtarake, ndërsa në të djathtë figura e yllit dhe figura e gjelit që tregon që i kushtohet pikërisht perëndis Helios, perëndis së diellit. Kjo për faktin se gjeli këndon pikërisht kur lind dielli në mëngjes, prandaj kushtohet Apollos dhe është gjeli i zi luftarak Kosifos. Më vonë, qytet shteti Dardan varfërohet dhe në vend të monedhave prej argjendi fillon dhe pret monedha prej bronzi, që janë më me pak vlerë. Përsëri është figura e Dardanosit në të majt, e kalorësit, në të djathtë është figura e gjelit Kosifos, gjel luftarak dhe 3 shkronja Dar që do thot Dardanos, emri i shkurtuar i Dardanosit. Vazhdojnë vetëm monedhat prej bronzit tani. Kjo tregon që qyteti është varfëruar shumë, nuk ka më monedha argjendi. Dhe shekulli 3 para erës sonë përsëri në të majt kemi figurën e kalorësit Dardanos, në të djathtë është figura e gjelit Kosifos dhe shkronjat Dardanos. Përsëri një monedhë tjetër prej bronzit, gjë që tregon që qyteti është i varfër. Në të majt është figura e Dardanos mbi kal, në të djathtë është figura e gjelit Kosifos. Po ashtu me shkronja Dardanos. Në këtë monedhë në anën e majt kemi kokën e Zeusit, në anën e djathtë kemi figurën e kalorësit Dardanos. Po ashtu me shkronjat Dar që do thot Dardanos, shkurtimi i emrit Dardanos. Vazhdon dhe varfërohet shteti Dardan dhe është shumë interesante sepse këtu shkruhet ndryshe emri Dardanosit, shkruhet Darda, është emër femëror. Është figura e yllit, është figura e kalorësit Dardanos dhe është gjithashtu figura e gjelit Kosifos. Tani ky është zbulim shumë i rëndësishëm, sepse fjala Darda në gjuhën helene ka kuptimin ujë të trash. Të dashur shqiptar, ky është momenti më i rëndësishëm për Dardanët. Pse do thoni ju? Kuptimi ujë të trash ka lindur me datë, me vit. Është viti 350 para erës sonë. Në këtë moment merr kuptim negativ pikërisht emri Dardanos.
me kuptimin ujë të trash. Darda i thon ujë të trash në gjuhën helene. Por, në fakt, emri plot ishte Dardanus. Të dashur shqiptar, gjithmonë më shumë varfërohet qyteti i Dardanis, dhe këtu janë monedha shumë të varfra prej bronzi. Në anën e majt është figura e Dardanit, kalores, dhe në anën e djathtë kemi pikërisht emrin Dardania dhe figurën e gjelit Kosifos. Gjë më e rëndësishme është se qyteti është i sënduar nga magjistrat. Emri i magjistratit është Filokra, emri i shkurtuar. Përsëri kemi një monedhë shumë të varfër prej bronzi, pra nuk ka më monedha prej argjendi, qyteti është i varfëruar. Në anën e majt është kalorsi Dardanos, me kapelen Petasos, që është kapelja e Hermesit, dhe në anën e djathtë është pikërisht figura e gjelit Kosifos, gjeli i zi. Këtu jemi në shekullin e 4 para Erson, në këtë monedhë prej bronzi është figura e Dardanosit në të majt, e kalorsit me kapelen Petasos, dhe në anën e djathtë kemi figurën e gjelit Kosifos. Pra në çdo monedhë dardane kemi figurën e gjelit të Kosovës, Kosifos. Praktikisht në çdo figurë të monedhave dardane kemi gjithmonë të pranishëm figurën e gjelit të zi Kosifos. Kemi një monedhë dardane shumë të varfër prej bronzi, shekulli i 3 para Erëson, dhe është në të majt figura e kalorsit Dardanos, në të djathtë është figura e gjelit Kosifos, gjeli i zi, gjeli që përdorej për dy luftime. Monedhë e shekullit të 4 dhe të 3 para Erëson, në të majt përsëri figura e Dardanosit, në të djathtë është figura e gjelit Kosifos dhe shkronjat Dardanos. Tani kjo është shumë e rëndësishme. Kjo monedhë është shtypur mbas pushtimit të qytetit Dardanos nga romakët dhe kjo është figura e Augustit. Zhduket figura e gjelit në këtë moment, por mbetet shkronja Dardanos. Megjithatë, është figura e Athenës Ilias ose Athena e Ilionit. Këtu kemi monedhën e shtypur gjatë periudhës së sundimit të Tiberiusit, romak. Është emri Tiberius, Kaiser, që do thotë Cezar. Është gjithashtu emri Dardanos dhe është gjithashtu figura e Athenës Ilias ose Athena e Trojës. Figura Athena Ilias është përshkruar në veprën e Homerit, kur grekët arrin të grabisin idolin e Athenës Ilias, atëherë Troja ra. Këtu është një tjetër monedhë romake me emrin Faustina, dhe këtu është pikërisht nimfa Ganimede dhe emri Dardanion është emër përkëdhelës në helenisht. Ajo mban në kokë kapelen e Prygasve. Këtu është periudha e sundimit të romakes Krispina dhe është akoma emri Dardanos, por mungon figura e gjelit, është vetëm emri Dardanion, që do thot emër përkëdhelës në helenisht, dhe në vend të gjelit është figura e Eneas që ecën bashkë me babain e tij Ankises. Përsëri mungon figura e gjelit në monedhën e shtypur në periudhën e pushtimit romak, por është mbi shkrimi Dardanion, emër përkëdhelës në helenisht. Është gjithashtu dhe figura e Eneas që mban në kurrizin e tij babain e tij Ankises. Kemi përsëri një monedhë prej bronzit të periudhës së pushtimit romak me titullin Julia Domina ose Julia Perandoresh. Është e vitit 193 i Erëson dhe është gjithashtu figura e Athenës me përkrenaren e Athenës.
dhe është mbi të gjitha emri Dardanion, që është emër përkëdhelës në helenisht. Kjo është një monedhë tjetër e sunduesit romak Karakalla në qytetin Dardanios, dhe këtu mungon përsëri figura e gjelit Kosifos, por ka mbetur figura e Dardanosit që është Dardanos Kalorës. Në këtë monedhë romake mungon përsëri figura e gjelit Kosifos, por në anën e majt kemi figurën e Athenës Ilias ose Athena Ilionit, dhe anën e djathtë kemi figurën e Kalorësit Dardanos. Pra koncepti i gjelit Kosifos zhduket me pushtimin romak. Këtu kemi monedha të tjera me mbishkrim Dardanos, përsëri është nimfa Ganimedes, përsëri mungon figura e gjelit Kosifos, dhe janë elemente të tjera të mitologjisë greke që nuk kuptohen mirë nga romakët. Megjithatë, vazhdon të përdoret emri Helen Dardanion, emër përkëdhelës. Këtu kemi një monedhë tjetër të pushtimit romak, shekulli i 2 i erës. Në anën e djathtë kemi përsëri figurën e Eneas, i cili mban në kurrizën e tij babain e tij Ankises. Pra këtu romakët e kanë hequr përfundimisht figurën e gjelit Kosifos dhe kanë zëvendësuar atë me figurën e Eneas, që është figura themelore e poemave të Virgjilit. Kemi një monedhë tjetër të pushtimit romak, shekulli 2 i erës, përsëri është figura e Ganimedes, është pikërisht emri Dardanius, por mungon figura e gjelit Kosifos përfundimisht. Pra, të gjitha monedhat që shtypen më vonë janë me të njëjtat motive, mungon gjeli Kosifos. Pra, të dashur shqiptar, përfundimisht, gjeli Kosifos, gjeli zi, me njolla të bardha në sqep dhe në bisht dhe me lafsh ngjyrë të verdh, është emri i zogut të zi, Kosifos. Ky është emri Kos në gjuhë slave për mëllenjën. Është emri Kosovës, që quhet Kosifos në gjuhën greke. U bë Kosovo në gjuhën serbe, por mungon në gjuhën shqipe. E çfarë tregon kjo? Që shqiptarët janë zgjeruar gjatë pushtimit otoman. Ky është zbulimi më i frikshëm. Shqiptarët janë zgjeruar. Deri tani mendoj që shqiptarët janë ngushtuar. Ka ndodhur e kundërta. Perandoria turke jo vetëm që i lejoi shqiptarët të zgjerohen në Gadishullin Ilirik, që është emër helen, por i zgjeroi ata deri në Egjipt, deri në Turqi, i bëri ata kryeministra, vezir, perandoria turke. Në momentin që ne u ndam nga perandoria turke, vendi ynë u coptua, u shkatrua komplet. Rilindasit ja dorëzuan Janinën, Thesalin, Çamërin, Greqisë, me shpresë se Greqia do ta njihte Shqipërinë si pellazgji, si pjesë të qytetërimit helen, të lashtë. Çmendurirat e rilindasve. Është shkatruar Shqipëria prej rilindasve të dashur shqiptar. Po të kishim mbetur ne në perandorinë turke, nuk do kishim humbur as 1 centimetër katror. Edhe po ta kishim humbur, perandoria turka do luftonte dhe do e merrte mbrapsht. Ne kemi humbur Shqipërinë e madhe të dashur shqiptar me rrëzimin e perandorisë turke. Shqiptarët janë zgjeruar. As emri Dardanos nuk lidhet me fjalën dardh, fare. Absolutisht, në greqisht kjo është Dardanos, jo dardh. Ka patur kuptim pozitiv, por pastaj mori kuptim negativ në shekullin e 3 para erës sonë, në gjuhën greke. Pra nuk ka patur kuptimin ujtë e trash. Është bërë më vonë kjo përzgjedhje në gjuhën greke. Kjo është figurë mitologjike, një lloj si figura mitologjike e Mesapit, që ishte djali i Poseidonit. Emri Mesap do thotë mes të ujrave. Është mishërimi i Poseidonit. Pra, përfundimisht, në Beoti ka lindur emri Kosifos, origjina e emrit Kosovo. Emri Kosifos është gjetur tek shpendi i zi, Kosifos në
monedhat e Dardanit në Troj. Të gjitha këto nuk kanë lidhje fare me gjuhën shqipe, janë elemente të gjuhës greke dhe, përfundimisht, Pausanias thotë që mesapët janë grek. Plini tekstualisht thotë mesapët janë grek, ilirët janë grek, graikos. Këto nuk janë fjalët e mia, janë fjalët e Plinit dhe të Pausanias. Por monedhat janë në greqisht, mbishkrimet janë dialekti dorik, jo vetëm në Dardani, në Azinë e Vogël, por në Dardani në Kosovë janë dialekti dorik. Edhe në Shqipëri të gjitha mbishkrimet janë në dialektin dorik. Të gjitha. Kjo është ilirishtja, të dashur shqiptar, është greqishta e dialektit dorik. A u bindet përfundimisht tani? Ky zbulim është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, që gjeti emrin Kosifos gjeli zi tek monedhat e Dardanios në Azinë e Vogël, të dashur shqiptar, dhe kanë mbetur atje të varrosura deri në momentin kur është gjetur qyteti Dardanos në Turqi, dhe monedhat me gjelin Kosifos, gjeli zi, gjel luftarak, i përshkruar nga Pausanias. Ky gjel nuk ekziston më as në Shqipëri, as në Greqi, por ekziston tek arianët në Indi. Me kocka të zeza, mishin e zi, pendët e zeza, komplet i zi, për shkak të një mutacioni gjenetik. Ky është gjeli i Dardanit, atë që pat në figurë. Gjeli gjetur tek arianët e Indis, tek dardët e Indis. Cili është konkluzioni? O Zot, nuk ka popull kosovar. Nuk ka popull Dardan. Shqiptarët në Kosovë janë shqiptar, gjaku ynë. Ne nuk jemi i lirë, të dashur shqiptar. Ky film do ketë pasoja të rëndësishme politike. Ky film do të shkaktoj bashkimin e shqiptarëve. Më në fund, shqiptarët do heqin dorë nga çmenduria pellazge, nga çmenduria ilire. Pausanias thot, këta flasin greqisht. Plini thot, këta janë grek, nga ishulli Graikos. Flisin greqisht, po do sjell argumente të tjera, do të çmendeni. Nga Plini, do luani mendsh. Kam gjetur të gjitha mbishkrimet helene në Shqipëri, kam koleksionuar. Do i nxjerr për juve që t'ju shpëtoj, të gjithëve, se jeni çmendur të gjithë. Jeni marrosur nga poema Iliadës dhe Odiseas, nga dy poemat e Homerit. Neve na ka luajtur truri nga dy poema. O të çmendur, ju jeni shqiptar, jo Dardan, jo kosovar. Nuk ekziston populli i Kosovës, o idiot. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor. Ta marrim lulen sepse fëmijët e vegjël dhe idiotët kështu luajnë. Kuku, prisni pak, ta marrim lulen. A kuku shqiptari, kuku? Dardani, Pellazgu, Kosovo, Kosifos, zogu zi? Çfarë do thot në Shqip? O debil. O njeri patru. Mirupafshim, kuku, shqiptari, Dardani, Iliri, Pellazgu. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor. Mirupafshim.